Filipi qëndronte i palëvizur me sytë ngullur te avioni gjigant për Ballti. Pas gjithë kësaj kohe, më në fund do të zbulonte se çfarë fshihej brenda. Askush nuk e kishte prekur këtë vend për vite me radhë. Njerëzit e kishin shmangur me qëllim. Pse? Çfarë kishte ndodhur këtu në mes të akullit të Alaskës? Dhe më e rëndësishmja, çfarë po fshihte ky avion i braktisur? Por para se të futemi në histori, a mund të përpiqemi të arrijm 1000 like në këtë video? Shtyp butonin like, abonoheni në kanal dhe aktivizo zilën e njoftimeve nëse nuk e ke bërë ende. Filipi qëndroi i palëvizur, duke parë avionin që ndodhej pikërisht për Ballti. Pas gjithë kësaj kohe, ai më në fund ishte gati të shihte se çfarë kishte brenda. Hezitoi për një moment, ndërsa nervozizmi filloi të pushtonte, por më pas hodhi hapin, përpara dhe u fut brenda. Miqtë e tij e ndoqën më njëherë pas. Asnjëri prej tyre nuk mund t'i besonte syt. Si kishte mundësi që diçka kaq masive të kishte qëndruar e fshehur për kaq shumë kohë? Së shpejti do të mësonin se njerëzit kishin qëndruar larg këtij vendi me qëllim. Vetëm disa ditë më parë, Filipi nuk ishte i sigurt nëse duhej të hynte i vetëm. Nuk dukej as pak i sigurt dhe nëse do të ndodhte diçka, nuk do të kishte askënd për të ndihmuar. Temperatura po binte me shpejtësi dhe duart i ishin pirë nga i ftohti. Ai e dinte se kishte nevojë për ndihmë. Kjo nuk ishte diçka që mund ta përballonte vetëm. Kështu ai kontaktoi 2 kolegët e tij. Ata nuk hezituan fare, u përgatitën dhe u nisën menjëherë drejt Alaskës. Asnjëri prej tyre nuk kishte parë ndonjëherë diçka të tillë dhe e dinin se duhej të hynin së bashku. Megjithatë, askush prej tyre nuk ishte gati për atë që do të shihnin. Filipi ishte i pari që hyri në avion. Sa po e bëri, nofulla ju var. Si kishte mundur të mbajë sekret kjo gjë? Të tjerët u panë mes tyre të shtangur, duke e pabesueshme. Ata ishin të bindur se ky zbulim do t'i bënte të njohur në mbar botën. Por çfarë e bënte këtë avion kaq të rëndësishëm? Filipi ishte një shkencëtar që ishte shprëngulur në një qytet të qetë në Alaskë për vetëm një arsye. Ai kishte dëgjuar një histori të pabesueshme. Një burr nga zona kishte shkruar një letër ku thoshte se, për arsye të panjohura, ai ishte zgjedhur. Kështu e kishte quajtur, dhe se duhej të ndiqte atë që besonte, pavarësisht gjithçkaje. Kishte hequr dorë nga gjithçka. Filipi mbriti në qytet vetëm disa ditë pasi kishte marrë letrën. Filloi të pyeste njerëzit, të trokiste në dyer dhe të fliste me vendasit për historinë, por ata nuk ishin as pak miqësor apo të hapur me të. Pasi kishte provuar pothuajse çdo shtëpi, pa një burr të moshuar që po kalonte rrugën. Filipi vrapoi drejt tij dhe e pyeti nëse dinte diçka për legjendën lokale. Burri ndaloi për një çast, e pa drejt e në sy e tha: "Eja te Old Horse." Pas një ore, Filipi pranoi, edhe pse nuk kishte asnjë ide se çfarë apo ku ishte Old Horse. Doli që ajo ishte një kafene e vogël, e fshehur në mes të qytetit. Kur Filipi hyri brenda, burri i moshuar ishte tashmë aty duke pritur. Ul për Ballti. Dikur kishte një avion, fluturimi 66, që po shkonte drejt Japonisë, filloi burri. Askush nuk e dinte kush ishte në bord apo çfarë transportonte, por menjëherë pas ngritjes u zhduk nga radarët. Disa fajsuan një stuhi, por shkencëtarët e përjashtuan këtë mundësi. Deri më sot askush nuk e di çfarë ndodhi vërtet me atë avion. Filipi e shikoi shtangur, por burri qëndroi krejtësisht i qetë, sikur po tregonte diçka të zakonshme. Donte të bënte më shumë pyetje, por para se të thoshte qoftë edhe një fjalë, burri u ngrit dhe u largua pa asnjë shpjegim. Tani Filipi nuk kishte zgjidhje tjetër, duhej të hetonte vetë. Hapi i parë ishte të zbulonte se çfarë rrugë mund të kishte ndjekur avioni. Por kur mund të gjente një informacion të tillë? Kur u kthye aty ku po qëndronte, diçka i ra në sy. Një shënim i vogël ishte ngjitur te dera. Kishte vetëm një fjali: "Shko në anën lindore të qytetit, ndiq shtegun e malit dhe gjej Theon." Ai nuk po shonte se menduari kush e kishte lënë mesazhin dhe kush ishte Theo. Në vend që të merrte përgjigje, misteri vetëm sa thellohej. Megjithatë, ai e dinte se çfarë duhej të bënte më pas. Paketoi një çantë me gjithçka që mendonte se do të nevojitej
dhe u nis. Rrugat ishin pothuajse boshe, të heshtura në një mënyrë që dukej e frikshme. Pas orësh të tëra ecjeje, më në fund pa diçka në distancë, një shtëpi të vogël. Një re e dendur qëndronte ulët në qiell dhe Filipi arriti te kabina pak para se moti të përkeqësohej. Por atëherë ndodhi diçka e papritur. Dera u hap me një kërcitje dhe një burr i moshuar doli përpara. "Theo?" pyeti Filipi. Burri nuk u përgjigj, thjesht u tërhoq me njanë sikur e kishte pritur. Nuk tha asgjë, vetëm tregoi dritë shtratit. Aty ndodhej një tjetër shënim. Në këtë pikë Filipi ndjente sikur po udhëhiqej në një gjëti të çuditshme thesari. Nëse personi që po linte këto mesazhe e dinte ku ishte avioni, pse nuk po e kërkonte vetë? Ky shënim ishte ndryshe. Kishte koordinata gjeografike. Të nesërmen, Filipi ndihej më shpresplot dhe gati për të vazhduar. Ajo që nuk priste ishte sa raskapitëse do të ishte fizikisht. Ecën aq gjatë sa këmbët i ishin pirë plotësisht, ende asnjë shenjë avionit. Apo talli dikush me të? Pastaj diçka i ra në sy. Diçka që nuk dukej as pak natyrale. Zemra i rahu fort. Dukej si një pjesë krahu avioni që dilte nga dëbora. Pa hezituar, u drejtua me njërë dritë rënojës, ndërkohë errësira po binte me çdo minutë që kalonte. Kur ishte vetëm në gjysmë të rrugës, dielli filloi të perëndonte. Gjeti një sipërfaqe të sheshtë dhe ngriti çadrën. Gjatë natës era u forcua, edhe pse ishte futur në një thes gjumi të trashë dhe çadra ishte e mbyllur, mirë të ftohtit arriti të deportonte. Në mëngjes duart ishin ngrirë dhe një mjekër ishte formuar akullore. Sa po ngro pak, u nis sërish, tani ishte shumë afër. Kur Filipi më në fund arriti te avioni, nuk i besonte syve. Pjesa më e madhe ishte mbuluar thellë në dëbor. Ai shënoi me kujdes koordinatat e sakta dhe u kthye tek kabina e Theos. Atje telefonoi dy miqtë e tij më të afërt, Lincolnin dhe Gregun, të dy shkencëtar si ai. Ata nuk e dinin as që Filipi ishte në Alaskë, por sa po dëgjuan çfarë kishte zbuluar, e kuptuan menjëherë se ishte diçka serioze. Pa hezitim u nisën për të ndihmuar. 3 ditë më vonë, Lincolni dhe Gregu mbritën. Filipi çoi direkt tek vendi i rrëzimit. Ata e ndoqën pa bërë pyetje, por asgjë nuk mund t'i përgatiste për atë që do të shihnin. Lincolni sugjeroi të përpiqeshin të shponin njëra nga dyert e avionit. Mund të ishte mënyra më e mirë për të hyrë, por Filipi kishte vënë re diçka tjetër. Pranë bishtit të avionit diçka e vogël dhe portokalli dilte nga dëbora. Ju afrua dhe e njohu menjëherë. Ishte kutia e zezë. Filipi e mori kutinë e zezë dhe u fut në një vend të mbrojtur nga era. Kur e hapi, priste të gjente kasetat me të dhënat e fluturimit, por vendi ku duhej të ishin ishte krejtësisht bosh. Ose dikush i kishte hequr, ose nuk kishin qenë kur aty. Atëherë Filipi u kujtua për letrat anonime. Po sikur personi që i kishte dërguar t'i kishte tashmë kasetat. Të nesërmen filluan të punonin për të hyrë brenda avionit. Nuk ishte e lehtë, por më në fund ja dolën. Hapësira ishte e ngushtë, por u futën një nga një. Brenda ajri ishte i rënd, kutit ishin të vendosura rresht të paprekura. Në një cep diçka e ndritshme i ra në sy. E mori në dorë, dukej si një plumb pistolete, pak i shtypur. Kur miqt e tij hyn, u ndalën në vend me syt hapur nga habia. Ajo që pan ishte shumë më tepër se sa kishin imagjinuar. Hapën kabinën e pilotit, por ajo ishte krejtësisht bosh. Asnjë trup, asnjë shenje, asgjë. Më në fund Filipi kontaktoi policinë. U shpjegoi gjithçka, avionin e humbur, kutinë e zezë, pa të dhëna dhe arka të mbushura me shufra ari. Nga ai moment, çështja nuk ishte më në duart e tyre. Filipi, Lincolni dhe Gregu punuan së bashku me policinë dhe më vonë u nderuan me medalje nderi për zbulimin e rënojës. Por një pyetje mbeti pa përgjigje. Kush i kishte dërguar letrat Filipit? Policia u përpoq të agjente, por pa sukses. Më vonë, ata shkruan një libër për përvojën e tyre dhe u bë bestseller. Edhe sot, lexuesit vazhdojnë të pyesin, kush ishte personi misterios që e dinte avionin dhe pse udhëhoqi Filipin drejt tij? Çfarë mendon ti? Se ndodhi vërtet me njerëzit ati avioni? Nëse të pëlqeu kjo histori, shtyp butonin like, abonohu në kanal dhe ndaje videon me një mik që i pëlqejnë misteret. Faleminderit që po na shikon. Shihemi në videon tjetër.